Ndërruar agjerues dhe agjeruse, jemi në ligjëratën e radhës tek ligjëratat e terapisë. Jemi në temën e mbrëmshme të cilën e kemi filluar dhe kemi thonë që tema ka të bëjë me vëllazërllaku në Ramazan. Dhe kemi thonë që Ramazani është muaj i afrimit të zemrave. Kemi thonë që Allahu Azza wa Jall jo rastisht e kalon namazin në kohë të caktuar që muslimanët të falen bashkë në xhami. Jo rastisht pejgamberi sa ka kërkuar që të drejtohen safat, të mbushin safat namaz mos kanë zbrasira. Jo rastisht koha e lejës së imsakut është e njëjtë për të gjithë. Jo rastisht koha e qenjes së iftarit është e njëjtë për të gjithë. Jo rastisht Fitr Bajrami është në të njëjtën kohë, Ramazani në të njëjtën kohë, Haxhi në të njëjtën kohë. Me tregu që Allahu Azza wa Jall kalon elemente, të cilat elemente ne japim me kuptu që uniteti është i kërkuar fetarisht dhe ne japim të me kuptu që vëllazërllaku ka kuptim në fenë Allahu Azza wa Jall. Njëri prej të parëve tonë, modernëve ka thonë, mos të ishin tre gjëra, nuk ish pas kuptim jetën e këtë botë. Njëra prej tyre tha një vëlla, pra në fenë në Allahu Azza wa Jall, pra një vëlla thotë musliman në fenë e Zotit Gjellewala. Abdullah ibn Mas'udi thotë njerëzit do të rinjallën ditën e gjykimit më të zhvesur se kur asnjëherë, më të uritur, më të etur, më të lumtur se kur asnjëherë. Dhe ai i cili pritet Allahu Azza wa Jall vesh bafë musliman, Allahu do ta vesh atë ditën e gjykimit. Ai i cili e ushqen një musliman këtë dunjë, Allahu do ta ushqen në gjykimin. Ai i cili e largon etjen, ja shuan etjen musliman me këtë botë, Allahu do ja shuajë atë ditën e gjykimit. Dhe ai i cili i fal musliman këtë botë, Allahu do t'i falë ditën e gjykimit. Kjo thënie e Ibn Mas'udit na e kuptu se kemi nevojë shumë për një tjetrin. Na e kuptu që kur jemi bashkë jemi më të fuqishëm. Na e kuptu që Ramazani është muaj i rahmetit, muaj i mëshirës dhe muaj i afrimit me të tjerat. Andaj, dietarët kanë thonë që motivimi i dashurisë për Allahun Azza wa Jall ose është nagratat më të larta në fenë e Zotit, dashuria për Zotin. Për arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, shtylla më e lartë, edhe më e fortë e besimit është dashuria dhe urrejtja për hir të Allahut Azza wa Jall. E dua filanin, thotë edhe se kam vëllau nga gjaku, nga çupshti, nga fisi, po e dua për hir të Allahut për shkak të këtyre punëve. Është i dukur, është moralshëm, agjeron falet edhe gjëra të tjera. Ne e urrejmë këtë për hir të Allahut Azza wa Jall për shkak filan gjinoj, për shkak filan punës që ai e bën. Andaj Allahu Azza wa Jall ka kërkuar që të jemi kujdesshëm të mëshëm për atë çështje, mos ta anashkalojmë, për shkak se është një çështje të thotë e cila është esenciale dhe është prej çështjeve të kërkuara në fenë Allahu Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala ja bën me dia pejgamberin që ti mund të jesh një bosë e bebët me afu njerëzit, edhe Ramazan edhe është Ramazanit. Ama mundësia për me afu ata është me lutë Zotin, se zemrat tona janë ndruar të Allahut Azza wa Jall. Allahu i afron edhe i largon kur dojë ai subhanahu wa taala. وألف بين قلوبهم. الله يفرج الله يفرج يباشروا زمن المسلمين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سكور كيشب شبنزوف الله عز وجل. الله نقودر. أو تشكاشون. جيكانته ما يباشروا زمن ترى نقام مسلمان ما يباشروا ذكر الله عز وجل فايسير يباشروا زمن أن يسمع. هذا Allahu Azza wa Jalla ka kërkuar që një gjë të tillë të jetë praktike. Në këtë Ramazan, po të jetë edhe praktike jashtë Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam ka dashur të tregojë që ka një herë një njeri që ndoshta nuk e ki as njëjtë rast edhe as nuk e ki njëjtë nacionalitet, as nuk e ki njëjtë gjuhë, as nuk e ki familje, por një herë më afër me to se son me atë që të kalin në unë. Kush e ka bo këtë afërsi dhe këtë lartësi, afërsinë e ka bo imani besimi. Lartësinë e ka bo, mos pasja e imanit dhe besimit. Thotë
njëri prej poetëve nuk është i mençur ai i cili thot babai im është kështu, por i mençur është ai i cili flet puna e tij. Do të thotë, nuk ka nevojë na shumë më marr, as për të mirë me të kaluar, as për të keq me të kaluar. Unë fundit janë gjëra që kanë kaluar. Unë fundit të cili ka më dhënë orim, do thotë për veten e tij. Por ne duhet që ta dëshmojmë mirësinë, ta dëshmojmë afrimitetin, do thotë në këto momente. Pse rolin kryesor e afrimitetit do thotë e ka lunë në agjërimi, në cilin agjërim do thotë e ka obliguar Allahu azza wa jalla. Do të jemi modest për hir Zotit në një tjetër, nga se modestia është një element që na bën neve t'jemi më afër, që na bën neve që të mos largohemi për një tjetër. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allahu azza wa jalla më ka shpallur mua që t'jemi modest ndaj një tjetrit. Dhe askush prej tjetrit për juve mos ta bie vetëm më prioritar, edhe mos të krenohet para tjetrit me diçka, qoftë me pasuni, qoftë edhe me prej ardhje. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ka ndaluar që muslimani do të bëjë padrejti vëllahut vet. Pasi padrejtia është e shumtuar, ndaj çdo kujt tjetër, por padrejtia ndaj vëllahut është nga padrejtia më të rënda. Prej çështjeve që duhet të pas parasysh është që ka mundësi vëllau që ke nga çështja nga nona apo ato që ke kushëria dhe më larg, ka mundësi personi në fjalë nuk është rrugë Zotit. Ose ka mundësi ai nuk është agjëruar ende se ka kuptuar mirësinë e agjërimit të Ramazanit. Ti e ke për detyrë që ta thrasësh ato në këtë çështje. Dhe kjo thirrje të bëhet në dy mënyra. Mënyra e parë është pra se ta thrasësh ato që të bashkohet me ty safin e parë në xhami, dhe çohet me ty syfir është paqëtër kjo thirrje me sinqeritet. Paqëtër që mos na pas në një prapavi, por me qenë e qetër dhe pasta për të Allahut azza wa jalla. Jo me thonë që unë e filon e thira marrë në mund gjëmin pësar. Jo me thonë që unë e mundona për uj familjen edhe për i këshivoj ata që mos të aloj namazin. Por kjo thirje edhe me qenën, edhe me përit të Allahut azza wa jalla, larë çdo sepasije edhe larë çdo qëtëre që e mërejnë ata Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allahu azza wa jalla ka përku që momentin kur na e thras një vikend me fal teravih, me agjëru, edhe me qenë buri mirë, pa qenë na duhet me qenë mosën e ati, që të thotë na me qenë të parët, ata që e praktikojnë ata që e thrasin. Nga se ka njëherë ma shumë në rol vepra, se sa fjale që e foljerin. Allahu azza wa jalla i ka shërtu i thartë e librit, dhe ki qërtim vjenë në përneve të i thonë, e të amuruna nëse bil birri, o të nësëmë në anfusekum wa antum tatluna al-kitab. Apo i adhroni njerëzit për mirësie dhe pa hapni vetën. Ja ju ledhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Po që keni besuar ka Allahu pse po e folni ato që nuk e punoni. Do të thotë pa tjetër, thirrja jote, ftesa jote duhet të qenë proporcion me veprat tona. Nga sa ajo ka më pas me lenin Allahu azza wa jalla më shumë efekt. Nga se nëse ti i mund presion të dikujt për taravih, edhe të jenë një shansa ma e lehtë, ma pa arsyeshme, për me luni terapi e në të atë shfashën u t'i lunë të ajë që e ke thirë me harë me ty së bashku në xhami. Thot poeti, o t'i njeri që i mëson të tjerët. Sigur ky mësim të kishte rol të qanë për vjetën tonde, u ajep ilashve aty që ankuan që janë të sëmur, dhe sigur ata të shërohen edhe të bëtësh i sëmur, thot ata sigur të filloj ti me shërimin e vetës tonde, do të ishte më mirë për ty se sa të shërët e tjerë. Ose të në shkurt, mos më mbo qiri, mi bu të rejtë tjerëve, dërsa vdekjen vetën e djekë. Për normalisht, qila në sehati nuk duhet mundarë, por maksimalisht, ai që këshuan të tjerë të qenë, do të i sakë, edhe du të pasë qila në proporcion me veprën e ti. Gjithashtu, pa qëtër duhet me pasë butësi, nga se djetarët në thunë që edhe pejgamberin që Allah ka shumë pejgamber. Mos pas qenë i butë, Allahu Akbar, s'ki shpas me pas sukses thirrja të vetit ti. Allah i ka kallëzuar të mëra dhe ka thonë, "Wa law kunta faddan laghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Sot nëse ti kishe me qenë i vrashtë në implementimin e këtij
këtij mesazhi, në plasimin e këshillës dhe duar argumentet tonë, kishim me pa që shumica njerëzve kishim me u largu prej teje. Gjithashtu, mos me largu diçka jashtë normalës. Për shembull, ka kalu pas ditës Ramazan, s'ka gjuhë, 15 taravih nuk është fal. Edhe tash më bëu presion si të janë shpinje se vazhdon deri në Ramazan. Ose më thonë si të janë shpinje taravih më zgor me mua. Mos më jashtë nuk. Ma i mirë është marë, po problemi është ai deri ta si ka me më fal, me nuk të tash më jashtë dozë me mua. A keni pa dhe mjeku shkon nga doza më e lehtë deri tek doza tjetër. Po pacienti me kalu me ndërtogalitet se për një herë ka mundësi të bëhet terapia do, edhe ka mundësi të lidhja të pas përgjigje negative. Gjithashtu, me i fol njerëzve pas menjes logjikës që ka. Çish me i fol, për shembull dikush nuk ka shumë vetë vetare. Edhe si janë njerëz që kanë du argumente ligjërate, që lezu du argumente Kur'an, i ke pa në internet, i ke mësuar përmendsh. Edhe shkulesh me një njeri që i s'ka do të lidhë ndoshta me kondita të dispozitave vetare. Si të ullësh me thonë mëne, ka thonë sotë i pejgamberi, ka thonë këtë djetarë, ka thonë ka thonë marru. A se ka atë nivel, se ka atë përgatitje me nuk jetu këtë formë. Edhe qka ati kërëm për shtypje se po ka zotë në muslimanat të shka, të ishtë asë të fali, së fali. Të ishtë asë më nësë më në vjetë, që kushu po se bep, u po se bep aj që ka dosh me po mirë. Në ka në likë pise vapit, e rrujë mos një gjunanë. Të kam po shërë, marë ka mos një ma shumë shërë, se sa në po të mirë. Pra në ka duatit gradualiteti pa qëtër në thirje. Dhe normalisht, ulemaj kanë cekë gjërat të cilat, dhe njeri ka mos një piku të njeri. Dukush për shembull, me folë direkt për ballë e me të gjysh si rëndë, një faktor në shmimi, ose do me thonë ti më nga të dersa, që së duke shë për natyrën. Nëse ta marrë meja që e për natyrën, ka në pikën e dytë. Që është pika dytë? Pika dytë është mesazh privat, Facebook, WhatsApp, Viber. Mesazhe të thjeshta, thirrje. Lete për ballon. Por nëse dhe kjo në ndonë të marrë meja e për publike. Që është publike? As ati si të më ftyrë, as ati nuk ja thunë WhatsApp, Viber, po e shetë rrjetet sociale, Facebook, apo Twitter, apo Instagram. Edhe ato i kishë shoqe, aje lezon ati. Kjo është thirrje publike, që vlenë edhe për ato që të ndjekë ty apo një shoqe. Andaj varësisht, për natyrës njëri, duhet me gjithë edhe qetësin se si me të përtu të njëri. Se ka nëmë dukush një thonë sy s'do, ka nëmë dukush me që mesajë shko njerëma, po mundësish me plesu dhe me e qitë të thirrje direkte, publike, dhe normalisht, pasër që malet, ka me përsetu dhe ka me përretu të qështi. Andaj Ramazani është muaj i afrimit të zemrave, muaj i ndihmesave të ndërsjellta, të bëhemi të tillë, nga se normalisht është taravia e 16 me cilat taravia do thotë se tash fillon dhe përfundon, gjysa ka shku, e gjysa tjetër duhet që me i përvjet pak kratë ma shumë, me u forcu ma shumë edhe me shpesu shkollimin e Zotit. Allah e pranë që në kalu, Zotin e pranë doar në tona